Momenti i festave të muslimanëve, realisht? Ramazani. Po. Që fatkeqësisht ata, po të mos ishin ti, nuk kishin mujt me prit. Se kjo një, ishte shumë e qartë. Të pani s'muj ke mund digju. Njerëzit ishin në habi. Ramazani kish fillu. Orar s'kisha. Edhe s'di si erdha deri te orari i iftarit edhe i syfyrit. E gjetëm oren kur duhet mirak kumonës. Me lajmëru, edhe ju tash besimtarve, ke qka ishin në barë aty, kur të njihet kumona, fillën e iftarin. Kur të njihet kumona natën, fillën e syfyrin. Mas disa ditve, erdhen shkijet. Pse po bjen kumona pako? Jashtë orarit të ra kumona. O të ra kumona, mi thirë besimtar në lutje. Po të cëllë besimtar, nuk isha jo me rëndësi. Atëre, ma ka thonë gjuhën e tyne, mos e ndinjosha ma të fjallë, ma ka thonë gjuhën e tyne me zëte, me këri trenë. Mas pari duhet me të pushkatu ty atër krejtve ju. Të këse jetu i përkra muslimantë. Si i len muslimantë në kishë. E gjithmonë ka qenë ajo. Me fut përqarje fetare. E atë nësju ka dhes. Kem pas edhe hoxalartë në Baran për shemull dritë pastë. Muhammed Lipa, një advetar, një njeri i madhë. Po, i argjun gjamin, u deshta i mu tërhjek, mu lërgu. Sigurisht. S'kishmet kush aty, vetëm unë. Aktualisht ju për shërbeni në Tivar, apo? Tashti jam me shërbim në Tivar, Malit Zi, që 6 vite, për ndryshe kam shërby edhe në Novosil Gjakovës, Ferizaj 2 vite, në Glogjan 18 vite. 18 vite, po. Sigurisht ju keni edhe shumë me full, dhe keni qka me full për ngjarjet, po në pika shkurta, po ta dëshirë që mos më të lodhe, mos më të garku shumë se vjen nga rruga, e kisha pas dëshirë një mesazh për gjithë shikuesit tuaj sa unë të prej dënë kelmen s'faqit. Vëllavi jam mesazhi është i gatshëm. Kur s'kem pas nevoj ma shumë se tash për bashkim. Bravo, sigurisht.